A e falë Allahu shirkun? Nëse ai person ka bërë shirk dhe ai kthehet tek Allahu, a e falë Allahu? Zoti i gjithësisë, nëse njeriu kthehet tek ai, nëse njeriu pendohet, Allahu i lartësuar fal çdo mëkat, përfshirë edhe shirkun. Inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, Allahu i fal të gjitha mëkatet. Këtu përfshihet pra edhe shirku. Nëse njeriu pendohet, kthehet tek Zoti i gjithësisë, Allahu i lartësuar fal mëshiron. Por nëse njeriu ndëron jetë duke qenë i thujtar, duke i bë shok Allahut lartësuar në adhurim, atëherë Zoti i gjithësisë çfarë thot në Kur'an? Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk fal që t'i bëhet atij shirk. Pra, t'i bësh atij ortak, të adhurosh dikë tjetër me Zotin e gjithësisë. Prandaj, nëse njeriu do me shpëtu në botën tjetër, duhet me u pendu. Nëse ka bë shirk, nëse ka adhuru varr, nëse ka adhuru njerëz, nëse ka adhuru gur, dru, nëse do me shpëtu në botën tjetër, duhet me u pendu për këtij mëkati, me heqdor, me adhuru vetëm Allahun e lartësuar, me besu dhe me pasu profetin alayhis salam. Me këtë besim shpëton botën tjetër. Me këtë besim fiton xhenetin. Profeti alayhis salam na e tregon hadithe se kush fjala e tij e fundit është la ilaha illallah, pra nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, hyn në xhennet. Allahu na boft prej atyre që jetojnë me fjalën la ilaha illallah dhe ndërojnë jetë me fjalën la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Allahu na mundsoft xhennetin. Amin.